Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahum subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet më të përzemër të Muhammedit alayhi salatu wa salam ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Një ashtu lutemi Zotin e Madh nga ky vend, nga kjo ditë, duke qenë agjërueshëm që Allahu musliman në Gaza Allahu t'i ndihmoje. Allahu armikun e tyre Allahu ta shkatroje. Ata të cilët i mbisin fëmijët e muslimave pa dhimbje, Allahu shijimin në fëmijët e tyre Allahu t'ja bëjë të mundër me shiju këtë dhimbje ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë syri lëton, zemra pikëllohet, mi po nuk kemi kujt i ankohemi përpos Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Prom në natën e Sifirit, ku gjithë ne jemi kon të rahatum në familjet e tona, ata të cilët nuk i kanë lënë rahat pejgamberët, nuk i kanë lënë rahat të zgjedhurit të Allahut, dje nuk i lënë as muslimanët që ta kryejnë këtë muaj, me gjithë se shtëpitë e tyre i kanë të rënume, e dikush prej juve mundun me thonë, abe hoxh, shka mu mine me bo këtu? Shpeshere kam përsërit dhe e thamë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë muslimanët janë sikur se një trup. Në qovë se një pjesë e trupit ndin dhimbje, dhamit dhem, i tërë trupi e ndin dhimbje. Një ashtu rasti i Ibrahimit, kur u dogj apo dasën ta dogjën ta djegin në zjarr, Allahu tregon që aty ishte hardhuci, zhapini dhe bubreci milingona, sicili prej tyre ishte duke bo njëri dëm e njëri dobi. Edhe parashot pyetja, shka bani dobi? Ate rast bubreci shkoj e mu një pik uj dhe tha, ta di Allahu në cilën pal jam. Edhe ne kur flasmi nuk imi duke full se ndoshta ndikojmë apo bëjmë diçka, mirë po ankohemi te Allahu dhe Allahu ta di nga cila pal jemi. E sot të nderuar vëllezër, kur muslimanat janë që shka paralemru pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, sikur se shkuma e detit e cila nuk ju bën dobi asgjë. Allahu në lutë që Allahu të na falë neve mangësitë tona që kina karshi atyre muslimanëve ya Rabbel Alamin. Allahu të na falë dhe të ndihmoj muslimanat. Allahu të ndihmoj muslimanët në Gazë, me fitore Allahu t'i përgëzoje, në shtëpijet e tyre Allahu t'i rahatoje ya Rabbel Alamin. Sot me lenë Allahut, duke mos dasht me prej këtë plagë edhe më shumë, se kjo plagë është me varë, sado që prejkat prap fillon dhe rrjedh gjak prap dhe prap. Andalus Allahun që Allahut na falen neve ya Rabbi. Sot me lenë Allahu te barek wa taala, do të jemi me një rafim nga rafimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat ja ka tregu shokëve të tij. E sidomos ky rafim ka të bëjë bashkë me këtë popull, Beni Israilet, të cilët nuk kanë lënë pejgamber pa e torturu, nuk kanë lënë pejgamber pa e akuzu, nuk kanë lënë pejgamber pa i qitë biftan dhe shpifje, dhe janë mundu vazhdimisht të jenë ata të cilët e luftojnë të vërtetën, edhe sot edhe atë ditë e luftojnë. Në këtë rast kemi të bëjmë me turpin e Musait a.s. Se si Musa a.s. ishte i turpshëm, dhe zakoni i Beni Israilve, popullit të Musait, ishin ata të cilët u pastronin lakuriç. Mirë po Musa a.s. nga turpi dhe marrja që e kishte karshi Allahut, nuk pranoj ke mu la me ta. E ata çka banën? I thënë Musait a.s. ti kina i behane, ti kina i tëmet, ti kina një sëmundje në trup, apo likura jote nuk është e mirë, për arsye se as likurën nuk mujshin mja pa Hazreti Musa a.s. Transmeton këtë hadith Imam Buhariu në Sahihun e tij, nga shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili tregon dhe thot se ka thënë pejgamberi unë,
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: Inna Musa kana rajulan hayyan. Me të vërtet Musa a.s. ishte njeri i turpshëm, marreli, setiran la yura min gjildihi shay'a. Nga turpi që e kishte nuk u shifte asgjë nga likura dhe trupi i tij. Istihya'an min, prej turpi që e kishte nga Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu. Fa adhahu man adhahu min bani Israil. E lënduan prej bani Israilve dhe e lënduan, dhe më i folën fjalë të liga për të. Faqalu ma yastatiru hadha at-tasattur illa min aibin bi jildi. Ki nuk është duku mbroj dhe duku u mundu me mbulu trupin e tij, për pose nga një dobësi dhe mangësi që e ka në trupin e tij. Imma bi rabasin au urdetin imma afa. Thanë kje ka ndonjë sëmundetje lëkurës, apo ka ndaj behane në trup, apo ka ndonjë dobësi që kis do me tregue. Wa inna Allah azza wa jall, atëherë Allah dëshiroj që ta pastruje Musa a.s. prej asaj ata shka i thamë për të. Andaj një dit duku la ben Israelit e kishin zakon të la në vend të hapur dhe të shije një tjetrin avretin. Mirë po Musa a.s. nga turpi marja që e kishë ndaj Allahut, u munu më mbulue. Dhe shkoj afër një gurit, e vendoj teshat e tia, robat e tia, i gjveshi dhe i lati. Kur i la teshat, hini mu la. Dhe duku u la atëre Musa a.s. pasi që e kryti pastrimin e ti, dashi që ti more robat prap, dale prej ujtit dhe ti more robat prap dhe të fshet pas ati gurit. Mirë po Allahu dashti që guri me hik me robat e Musait a.s. Guri ku ishin robat dhe teshat e Musait, dashti Allahu mugjizet, mrekulli që me hik. E Musa a.s. thëke thaubi ja hajar, thaubi ja hajar, teshat e mia, robat e mia, o ti guri, teshat e mia, o ti guri. Dhe atëhere ben Israelet e panë që Musa a.s. nuk pas ka ndonjë dobësi në trupin e ti. Atëhere ben Israelet e panë që e kalin nana pa tesha Musa a.s. dhe e kuptun që nuk pas ka naj behane. Dhe Musa a.s. nga hidrimi që e pat, e mur dhe i mshoj ati gurit disa të më shume. Transmetime ka arë që 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Si do të qoftë, transmetimet janë të sakta, kanë me gjurmët e të mshumit nga shkopi i Musait a.s. të guri. Dhe Allahu dashti Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu që me pasrua Musa a.s. që shka thonë Allahu tabaraka wa taala: Ja eyyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhu Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajia. O ju të cilët keni besu, mos u bani sikur sa ata të cilët e lënduan, e akuzuan Musa a.s. e Allahu e pastroj nga ajo që akuzuan. E me të vërtet Musa të Allahu ishte i afërt dhe ishte i dashur. Allahu na takoj me Musa a.s. në xhennet ya Rabbel Alamin. Kuptimi i hadithit në plotësi besoj që nuk ka nevojë rrëfimi të shpjegohet shumë. Mi po ne do t'i nxjerrim disa dobi nga ky rrëfim. Dhe rrëfimin e tërësi tregon që bene Israelet janë konë popull i cili vazhdimisht kanë akuzu pejgambert e tyre. Do nuk ka pas në i pejgamber vetë sa ato e kanë akuzu. Zekerien, Jahjen, këtë pejgamber të cilët i kanë posedu, me kretë kanë pas të lashe. Me kretë, sa që edhe i kanë mytë pejgamberet. Do janë popull i cili të zgjedhurit të Allahut i kanë bytë. Andaj atyre nuk ju zijet bezë, vëllezër të nderuar. Që futët, Jahudit, Ben Israelet, janë popull i fliqur, të cilët nuk kanë besë. Me gjithse ne muslimant, ne piklumi kur dikuj për jo muslimanve i ndodh një fatkeci.
Ne nuk gëzohemi me fatkeqësinë të tjerëve. Ne fëmijët e tyre i konsiderojmë të shenjtë që nuk lejohet mi mbyt as në luftë. Ne pleqnit e tyre i konsiderojmë të shenjtë që nuk lejohet mi mbyt as në luftë. Ne e shohna që gratë të cilat janë të tyre mos mi mbyt. Këtë kjo vëllezër është nga pastërtia e Islamit, ndërsa ata janë të fliqur, të cilët nuk dallojnë fëmijë, gra dhe pleç, edhe mundohen mi shem shtëpitë e tyre mbi kokat e tyre. Allahu helal që i boft ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, e shohna këtu që Allahu, pejgamberi Allahut Musa alayhis salam kanë qenë i turpshëm. Inna Musa kana hayyan. Po thot në Rafim Muhamedi alayhis salam, Musa alayhis salam ishte i turpshëm, ndalmi te stacioni i turpit, te i marrës. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el haya'u khairun kulluh. Turpi, marja e tëra është mirësi dhe khair. Kush ka turp, ka iman. Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e ka cegë dhe ka thonë që prej imanit është shka turpi. Dhe ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, inne mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah. Pra asaj që njerëzit ju kanë mbet nga fjalët e pejgamberëve të mëhershëm, është kanë idha lam tastahyi fasna ma shit. Nëqu se nuk ki mare, banë qka të dush. Kur dikuj plas marja, vëllezër, hes patesha. Kur dikuj plas marja, i banë mëkatet haptazi. Kur dikuj plas marja, nuk është në urdhrat e Allahut dhe krenohet me mëkatet të cilat i banë. Andaj, Allahu subhanu wa ta'ala e ka ngrit marrën dhe e ka dasht dhe ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hayyun satirun, me të vërtet Allahu është i turpshëm, nga cilësitë e Zotit është turpi, satir i mbuluar, dhe Allahu t'i vën turp kur robi i vet i çon durt, e lut Allahun diçka, Allah m'ia kthie, mos mi u përgjigj lutjes së tij. Allahut i vjen turp kur robi i çon durt dhe thot ja Rab, Allahu t'i vend turp m'ia kthi duart bosh. Andaj turpi është prej cilësive të Allahu te bareke wa taala. Një ashtu turpi është prej imanit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Muslimi në Sahihun e vet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Imani atë 60 e diçka shkallë. A'laha qawlu la ilaha illa Allah. Shkalla më e lartë e imanit është fjala la ilaha illa Allah. Allah na mundson me vdek me këtë fjalë, ja Rabbel Alamin. Dhe tha adnaha imatatul adha anit tariq. Dhe shkalla më e vogël e imanit është me hek një pengesë nga rruga, me hek një bërllog nga rruga. Wal haya'u min al iman. Dhe turpi dhe marja është nga imani. Andaj pejgambert e Allahut janë konë të stolisur me shka me turp me mare. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam kur e cilësojnë gratë e veta, tregojnë për Muhamedit alayhis salam ka qenë i turp shumë, sikur se beçaresha kur hin natën e parë me burrin e saj. Don njerit normal, njerive kur afrohet me halallën e vet, beçaresh është turp dhe marë. Allahu e ka kriju insanin tabiatin e tillë. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka qenë aq i turp shumë vazhdimisht. Diku s'ka marre. Domthon vazhdimisht. Pejgamberi Allahut ka qenë i turp shumë. Sa që ka ardhur një gruje një herë ka vetë Muhamedit alayhis salam, kur grujes i vjen renet e saja menstruacionet. Ka thonë si ta pastrojë se nuk i nalën. Pejgamberi Allahut ka thonë i pason pikat e gjakut dhe mundohet me pastru vetin. Deri sa jo e ka vetë, ka insistu ma shumë. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam a tërpnu dhe askuq. Atëre ka morë njëra prej grave, atë grujen, e cila ka arë me pitë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë, as peshe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam piven marë dhe turp. Mos shko me ranu ma shumë, eja të kalzoj, unë e si me bo këtë veprim. Kështu ka qenë dhe më thonë turpi i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu, turpi vëllezër nuk vjen thënë vetëm se me khajr. Andaj ai i cili i ka turp Allahut mundohet mu mbulue edhe kur ta bëhet gjunajin. Andaj dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thënë, krejt ummetit tim Allahu ja ka fal mëkatet përpos atyre të cilët
i publikojnë. Allah na ruaj, lavdrohet, e ka bërë një mëkat natën, lavdrohet në sabah, apo e ka bën sabah, lavdrohet natën, dhe këtyre Allahu s'ja fal, për arsye se i zbulojnë dhe nuk kanë turp për mëkatin e tyre. Andaj thot Ibn Rajab rahimullah, duke komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se turpi nuk vjen vetëm se me khajr, thot ai i cili nuk ndalet nga të këqijat dhe nuk mundohet me pengu vetim i publiku të këqijat, tha është morali më i keq e atij njeriut, dhe ai i cili e keq përdor mos turpin, nuk ka turp dhe nuk ka marrë, është rezellëk, tha i tillë nuk ka khajr dhe iman te ai. Allahu na falë ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, të ndalmi te stacioni i dytë i këtij hadithi pas turpit. Dhe thamë që jehudët, Allahu na ruajt nga sherri i tyre, janë ata të cilët vazhdimisht janë munduar mi etiketu pejgambert e vet, saqë edhe mi luftu pejgambert e vet. Allahu subhanahu wa taala tregon që shumë pejgambert e Bene Israilve janë torturuar dhe janë mbyt. Nga kush? Nga ata të cilët vëllezër të nderuar janë kanë domon shoqërues të pejgamberve, sigurisht se Bene Israilet. Në këtë rast Allahu subhanahu wa taala tregon për Musa në shumë ajete kuranore, si për shembull që Allahu subhanahu wa taala kur kanë shkuar ato i kanë thënë Musa alayhis salam, o Musa, shko ti dhe Zoti jot lufto. Në shenjë tallje i kanë thënë shko ti dhe Zoti jot lufto, kur kanë pas probleme me kanë pas probleme me Firaonin. Pastaj kur kanë mejtën pa hangër dhe pa pinë shkretir, e kanë akuzuar Musa alayhis salam. I kanë thënë ja Musa, ti ai i cili ki dash me namit neve, andaj banaj qarën tashti. Ma mirë ti shmikon në ropë të Firauni se sa me dal me vdekin shkretir. Pastaj kur u ballafaqun para detit edhe nga pas e kishin Firaunin, i thanë o Musa, mos ki bobe ti helbet në ndonjë trik edhe ndonjë hile me Firaunin që me na mbyt neve. Kjo do të thonë te stacioni i ditë akuzat që ja bëjnë pejgamberëve të Allahut Beni Israilit vazhdimisht, e sidomos Musait alayhi salam. Të nderuar vëllezër, këtu e shoh në një ashtu nga ky rrëfim që Beni Israilit e pas kanë pas zakon të lahen bashkarisht. Të lahen bashkarisht. Dhe kjo në sheriatin e tyre ka qenë e lejuar. Mirë po, kjo nuk do të thotë që në sheriatin tonë është e lejuar. Disa prej ulemave kanë thonën që Allahu subhanahu wa taala nga Ademi alayhis salam këtëve njerëzve ja ka bën obligative me mlua vretin. E do kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thonë ti shkon haram mu la në kohën e Bene Israilve, domthon bashk, atëherë Musa alayhis salam ja u kishte rrik vërejtjen, se pejgamberët e kanë vazhdim ser kur ta shohin i keqe me përmisue. Si do të shoh nuk po du me hinë në këtë polemikën e ulemave, mirë po ata shka e kam dijet ulemat këtë mendim të cilin e gjeta dhe po du të shpalosim me juve, është ulemat e kam pa që Bene Israilit e kam pas të lejuar mula bashk. Mula, dhe mon në venet e bashkëta. Mi për në sheriatin ton, në sheriatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është e ndaluar buri me buri mula që ka falë Allahu te barekuhu te ala. Duhet me mlu avretin. Ku avreti i burit me bur? Ulemat këtu kanë shumë polemik, edhe ulemat islam. Ulemat islam, avreti i namazit dihet. Prej ku është? Prej në kërthiz deri në guj, apo? Deri te nërguj. Andaj kjo është sipas dietarëve avreti i namazit. Në shakamanën avreti i burit me bur, këtu po them një pakice dietarëve kanë dhënë janë vetëm venet e turshme. Domthonë organet gjinitale Allahu ju nderoft. Pa atë shka duhet me ditë buri me bur, është pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam asë njëherë nuk është la lakurizm ndaj dikuj jabanxhi. Jashtë familjes vetë, grave dhe kështu me radhë. Andaj, muslimani duhet me ditë që lejohet njeriu mu la mirë po me mlu avretin. Dy vëllezër ka pe ulemave që kanë thënë lejohet vetëm venet e turpshme me mbulu, edhe buri me bure ka Allah mu po, ndërsa me bo me flit me një qebe, me një ergan, është e ndaluar si pas sheriatit islam, në shumë se nuk kanë të veshur izar. Izar shka thiret? Izar thiret ajo pjesa i ihramit, që njeriu e vesh prej kërthizës, te këterti, te gujt. Ajo të manë për ata dhe te fëmijët,
këtu porosi për prindrit. Elhamdulillah sot i kina kushte, po më herët si kina pas porosi. Nuk lejohet as fëmijët të flenë me një organ, e sidomos edhe gjinia e njëjtë. Edhe gjinia e njëjtë, mashkull dhe mashkull, dy vllazë, nuk lejohet nëse nuk i kanë avretin e mbuluar. Ku avreti? Tham prej kërthizës tek therti te gujt. Kjo është obligative. Edhe kur domethënë në kohrat e mëhershme kur ndoshta shoqëria jon, familjet e tona nuk i kanë pas kushtet me pas këti organa në veti edhe çepe në veti apo disheka në veti në atë kohë. Andaj tek i pikë, tek i stacion e shohna që bene Israelit e pas kanë pas halal mu lae bashk. Sot vëllezër të nderuar, për fat keqin ne jemi kthina atë zaman. Ne jemi kthina atë zaman. Shumë prej njerëzve nuk e zon turp. Bile do të gjojnë nga sportistat të cilët kanë lojra në përtusha lanë bashk. Që ka falë Allahu? Kur gjonë të më thonë, ne nishto. Me futbolera, me pilivana, me krejtë, lanë me një tush kabin. Lanë ish pa tush kabin, a vish tusha ka ati. Edhe kjo është ndaluar, haram. Pa alo ma keq. Në këtë kohë është duke ndodhë që nejna t'i quk gratë e tona, qikat e tona në për detra. Dhe mi duke i desh sullak ne me vetdijen tona, Allah ju nderoft. Edhe kjo menojnë që është emancipim, menojnë që është mirë, pastaj menojnë që jena musliman vetëm Ramazan, shkojna me vetdijen e gratë e tona i cullakavmi para burrave të huj, as kur bin me flet, ndoshta shumë prej grave tona, qikave tona mbulohen, ma shumë se sa kur dalin, Allah ju nderoft edhe mu shëtit apo me shkundeti. Kjo është marra u lezër. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në ka të rejkë vërejtjen dhe ka thanën, la tattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibr bi shibr, ka thonë wallahi keni pasu zakonet, traditat e popujve para jush, plan mas plan, me hap mas hapi, derisa nëse in edhe birën e xhapinit keni mi shku atyre pas. On qatë shumë keni mi pasue zakonet e huja. E jemi tiko e pasu zakonet e bene Israelve që burra me burra janë ka orë lacullak, sot në gratë e tona i shtina midis burrave të huj, në për deter, në për bazene, në për darsma, i qesmi cullak gratë e tona, e di që ndoshta dikuj për juve i me të hatre dhe prekët, po kjo është haki vëllezër nderuar. Edhe më kanë edhe gruaja ime dhe çika ime dhe vladi jem, haki janë që i zban mishtije. Edhe nuk është kjo nga dejzlëki, ai cili nuk ka guxim, ai cili nuk ka xhelozin zemrën e tij, ai vëllezër e lejon të tij dhe e zet diçka shumë ditësore. Edhe e di që dikush mundet me na thonë një primitiv, jeni të prapambetur, ka hez dunjojat e para, halo ju folni amu dlat sollak, amu lan detja, mos mu lan detja, udon. Allahu i kërkojmë falje për atë çka është duke ndodhur ya Rabbel Alamin. Një ashtu vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që ki popull që janë ben Israelit, janë popull të cilët vazhdimisht mundohen mi u gjetë njerëzve biftane, shpifje, dhe këtu do shta ta ceki, po më te i kaloj, që ata momentin e parë që je aleat me ta, ata duar të rëkasin, s'ka me ti. Në momentin që ti ju largosh, ki popull, vëllezër të nderuar, ka ardhur Abdullah ibn Salami, një njeri cili tregon Enesi radiallahu anhu, se Abdullah ibn Salami ka dëgju që Muhamedi a.s. ka ardhur në Medine. Abdullah ibn Salami ka qenë jahudi, dhe ka dëgju që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medine. Dhe i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur, ka thonë ti po thu që i pejgamber apo? Unë i kam 3 pyetje, nëse dimi mu përgjigje pranoj Islamin. Ka thonë e para, më kallëzu cilat janë alametet, shartet e kiametit, shenjat e kiametit. 2 ka thonë cili është ushqimi i parë që kanë me hongër xhenetlit, shkojnë sefte xhenetlit në xhenet, dhe 3 çish vjen fëmija djal apo vajs. Te mitra e nanës që shmet shtatzone gruja, që mu bohe djal apo vajs. Atër pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha tashti ma vjen Gjibrili, edhe më tregon. E i tha Abdullah ibn Salami, Gjibrili është armiku i jehudve, se jehudët nuk e kanë dash Gjibrilin se va ka qu shpallin të dikush tjetër kur ato kanë dash. Andaj janë idhnu me Gjibrilin a.s. Allah e ka cek suratul Baqara ajetin edhe të shadë ka thonë men kana aduan li Gjibril fa innehu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Kush është armitsi me Gjibrilin le ta dije që ai i cili është ta ka zbrit Kur'anin me lejnë Allahut. Kush Gjibrili a.s.
Atëri tregoi pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Tha, shenja e parë apo prej shenjave të kiametit është kur ta shofi njerëzit një zjarm i cili ka me dal nga lindja edhe nga perëndimi. Ka me dal një zjarm, ka Jemeni ka në hadithe, edhe njerëzit kanë me shku ati mu tubu. Kjo është shenja e parë, i tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj përgjigje e pyetjes së dytë tha, ushqimi i parë që kanë me hongër xhenetlit është, çka kanë me hongër xhenetlit? A di dikush hadithin? Mish balene, bravo. Doanën bilim kam hongër mushknit e balenës. Ushqimi i parë i xhenetlive në xhenet, Allahu na bof nasib ya rabbel alamin, ka me qenë mishi i balenës në xhenet. Dhe tre, i tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salamit, tha, dhe e treta është uji i burrit, nëse atë i kalon Allahu i nderoft uji të grujës në mitër, tha bëhet djalë. Nëse e mun uji i grujës, ujin e burrit, sot shkenca e ka zbulu, spermatozoidet, qelizat, kur bëjnë luft ati, cëlla me e munja në tjetërën, që e gjini i del. Allahu e ka botë qështu. Rabbul Alamin e ka jeratis dhe e ka kriju kështu njeriun. Cili pik e qelizës mashkull apo femër, kur mecin dhe afrohen, në ato momente, nëse është me e fort, qeliza e mashkullit, dominon shka dhe bëhet djalë. Nëse dominon qeliza e femrës, dominon dhe bëhet qik. Atëri tha pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mirë, po këtu çdo më dosh me dalën, çdo është ajo dëshmia e ngjarjes. Tha, a ka mundësi të shkon atë jahudet e Medinës, te çifutët e Medinës, dhe ta shif sa njerëzit këqij janë. Ai fol për popullin e vet Abdullah bin Salam. Tha, shkojnë aty ditë përpara vet për mua kush jam unë do të fshehna. Edhe këshire çka kanë me thonën. Shkoi pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, eju rajulin abdullahi fikum, çfarë njeriu është Abdullah ibn Salami tek ju? Çfarë njeriu e konsideroni ju? Fa huwa khairuna, është më i miri jonë, dhe ai është i cili sejiduna ibn sejidina, zotria, ideali i zotrijës, e kanë rrit namin e tij. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, araaitum in aslama Abdullah ibn Salam, e qka është punën të qovë se ju e sheni duke e pranu islamin Abdullahi i biri Salamit? Thanë, nuk ka shansa. Ma'adha Allah, Allahu në arrujt, thanë, nuk mundet. Atër dul Abdullahi i biri Salamit dhe tha, shhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Atër ata ja fillu me thanën, hua sharruna wa ibnu sharrina, thanë, ki është i keqi, i biri të keqit, nuk ka ma i keqë se ki. Këtu dëshmohet që jahudët kur nuk i shkon për teli, për terezie, minër qesin prej vije dhe tojnë që ti nuk je i malcipum. Që vëzër? 404 veta janë vëra pram. Numri paraforsish për mi 400 është. Po unë shka e lezova të fundit ke 404 veta. Lëzër, me me ndodhë ndë një fatkeci ose ndër një vrasje, qohet këtë dunjoja. Atje numri ka kalu vetëm i fëmive për mi 50.000. Nga lufta e cilë është duke u zhvillu këta vitet e funit, 2 vitet e funit. E lemo nga më herët. Domthon, ato nuk respektojnë as njeri, as liq, ato e njohin vetëm gjuhën e forcës. Allah i forcof muslimat ja rabbel alamin. Dhe nga ky rrëfim, kthehemi te Musa alayhis salam, e shohmi që ata i lëndojnë edhe pejgambert të tyre. Nuk lën pejgamber pa e lëndu. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala na tregon që ata janë popull të cilët nuk ka dobi nga ata. Pa dosh me gjash shumë nga rezumeja të cilën e kuptojmë që Musa alayhis salam pas ka qenë njeri i turpshëm, njeri i cili ju ka pas marrën të Allahu te baraka taala dhe guri pas ka hec. Edhe gurin këtë pas ka thirrën. Ja hajar. Në aspektin e logjikës sot munal me thonën çish i fol dikush gurit. Unë e ceka dhe dje edhe dersën e kalur më zgabovsha që në islam janë disa mrekulli që ju ndodhin njerëzve. Sikur se Xhurexhi kur e preki atë familjen, apo? E preki familjen dhe foli familja ende duke qenë posa lindur. Don ka Allahu subhanahu wa taala e bën ndonjëherë edhe ajo xhalles apo krijesë e Zotit që është e ngurt me folën. Don edhe ajo fol. Edhe rastin ku e kemi te pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, që thot, wallahi e moj men në Mekke që ka pas gurzit që më ka thonë selam.
A mi qartë? E këtu parashohet pyetja, pse Musa a.s. i tha gurit, o guri e thiri? Për arsye se guri e mur trajtën që u bë xhalles. Ja filloi me hec, me lëviz. Në momentin që lëvizi guri hiki, on sunezu, e ngajti Musa a.s. Në ato moment e thiri, o gur, se në esencë ti sunë thirr diçka që nuk lëviz, po ti shkon atina. Po në momentin që lëvizi, këtu ja hajar, thaubi, o gur, teshat e mia. E këtu vëllezër e shohna që Allahu subhanahu wa taala nuk ka krijesë, vetëm se Allahu ne bën tasbih dhe e madhron. Andaj ne kur folmi për vetveten tonë, mos kujtona që ne jena dikush që vetëm ne adhurojmë Allahun te baraka taala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allahu thot nuk ka ndonjë krijesë që Allahu e ka kriju, vetë se Allahun e madhnon. E falenderon, ban tesbih, subhanallah. Mirë, po ju nuk i kuptoni tesbihun e tyre, madhrimin që ja bëjnë Allahut ju. Andaj, o robi Zotit, dhikri jot, leximi i Kuranit, agjerimi jot, sadakoja jote, mos mendo që Allahu t'i ban dobi. Ja ju nas, antumul fuqara'u ila Allah. Allahu po thot në Kur'an, o ju njerëz, ju jeni nevojtar dhe fukara për Allahun. Allahu s'është nevojtar. Allahu është i pasur. Allahu nuk ka nevojë për mua dhe për ty. Andaj mos u mashtro në momentet që ti mendon që Allahu ka nevojë për mua dhe për ty. Disa dobi të cilet mundohen të nxjerrin nga hadithi. E para vëllezër, e kuptojmë që sheriatet e mëhershëm kanë pasën dallim nga sheriati jonë. Si për shembull e ceka në rrëfimin e radhës që populli i Musait kanë pastruar bashkarisht. Në sheriatin tonë është ndaluar dhe potencova dhe e ceka që e ndaluar është edhe me flit me një shtrat, mula me një vend, këtë këto janë të ndaluara në aspektin e sheriatit tonë. Mirë po këta ka ardhur sheriati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka shly, e ka ndal që nuk guxon e ka bë mensuh që mu la buri me burin duke pa vërejtjen e njëri tjetrit dhe duhet të kemi kujdes në familjet tona. Dy vëllezër nga dobit e kuptojmë që i pejgamberi i Zotit Musai ka qenë i turpshëm. Dhe turpi është prej imanit, thamë, sa që edhe Othmani radiallahu anhu ka qenë aq i turpshëm, sa që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonën, ka ardhur një ditë, bish për cek kisi rast shumë shpejt, a konë duke nejtë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ju kanë po gujt. A konë Kuba, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, me gjithë Kuba, me një bunar t'i fladit kamët. E ka grej izarin e ti, dhe e ka ngrit që mos t'i lagët deri te gujt. Ka në transmetim që ju kanë pa kofsha e kamve, ka qiki i kamve, ju ka pa pakës pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata të cilët e lejojnë mu pa një pjesë e trupit mbi gujt, argumentojnë me çet hadith. Po nëse do dosh me hije në shpjegim të këtij hadithi, po ngjarja më intereson. Edhe pejgamberi duke qëndruar, njëri prej sahabëve u bë roje fi sabilillah. U bon roje fi sabilillah. Ka me rujt pejgamberin duke pushu, pa pas nevojë, që mos ta bezdisin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, erdh Ebu Bekri, i tha shkadar se pejgamberi atu pushu, atu fladit. Ja Rasulullah, është Ebu Bekri ata lan, leje edhe përgozoj me xhennet. Hini Ebu Bekri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lëviz. Erdh Omeri, ka dal, ai do dosh me një, kush amrina? Muhamedi alayhis salam Ebu Bekrin. Omerit, nalu, s'ka me hije, shka me bo prit taves Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Këtu është para derës është duke prit të bunari ati, është duke prit Omeri, atë leje me i, hinë dhe përgozoj me xhennet. E përgozoj me xhennet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk lëvizi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pi shifën ende pjesë e kamve. Në momentin që erë Othman ibn Affan radiallahu anhu. Pejgamberi unë s.a.s. ishte duke pushu ati me Ebu Bekrin dhe Omerin, duke u fladit, erdh dhe pi thot ndalu, se këtu është për momentin Rasulullah a.s. Ebu Bekri dhe Omeri prit taves, atë lejon ty me hije. Dhe i tha ja Rasulullah, këtu është tash i duke ardhën Othmani. Tha, lejet hije dhe përgozoj me xhennet, subhanallah, çfarë mish dhe i, përgozoj me xhennet. Neve një hedijet vogël me na bodi kus na merr xhumi. Para noi ka përgëzu me xhennet Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin radiallahu anhum ejma'in. Allah na takon me të në xhennet ya Rabbi. Allah na bëv që ne të shkojmë hapave të tyre ya Rabbel alamin. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato momente lëvizi. I mloj gujt e tij. Kish ka u bë roje, i tha ja Rasulullah,
hini Ebu Bekri s'levize, hini Omeri s'levize, kur hini Othmani ti levize. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ala estahji min rajulin tastahji al-malaikatu min, a mos të turprohem nga një njeri prej të cilit turpnohen marrë juven edhe me laçeve, që do të thotë marrja është hajr edhe mirësi. E Musa a.s. me gjithse në sheriatin e tij ka qenë lejuar, aja ka një turp shumë. Andaj dobi, turpi nuk vjen vetëm se me hajr. Tre vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka bërë pejgamber të pastërt, nuk kanë asnjë behane. Dobi është i pejgamberët nuk kanë behane as fizike, as psiqike. Andaj, ai i cili mendon që i pejgamber s'kan ditë për atë kohën e vetë veçan kohën, do të çështu menojnë. Muhamedi a.s. po më për atë kohë. Jo, Muhamedi a.s. thënjet e tija do të vazhdojnë deri në devri kiamet. Nuk kanë vetëm vetëm për një kohë të caktuar, por janë për sa herë. Një ashtu, Allahu subhanahu wa taala ka thënë argumente që i ka pastru pejgamberët. Edhe të zgjedhurit e tij, sikurse e pastroi edhe Musa a.s. e shohna këtu. Çtu duhet me dalën dhe me kuptue te pika e 5 nga dobit, e shohna që Allahu subhanahu wa taala nxjerr ban mrekullina. Mrekullia e parë në këtë ngjarje rrafim e kuptojmë që guri pas ka hec. A mundet me hec guri? Logjikën tonë a mundet me hec? Jo s'hec logjikën tonë. Ama Allahu mani Allahu te ka bëu që me hec. Dy vëllezër është Allahu te barekuhu te ala e ka bëu që shkopi mi mshu gurit, edhe guri mi lonën isharete shenja xhurm shkakati. Tash po i ves juve, mi mshu gurit me drum, me shkop, kush thejet? A shkopi apo? Pa Allahu subhanahu wa taala këto dhuntia, këto mrekullia që shkopi sa thi, po guri ka marr pasoja shenja që i kanë me transmetuesi ka thonën janë kanë këto shenja kush e ka pa atë gur. Janë kanë 6 apo 7 apo 4 apo 3. Do në transmetime të ndryshme. Që do me thonën, ne besojmë në mrekullit e pejgamberve. Nga ki hadith, kuptëm që Allahu te barekuhu te ala, nga ki rafim, kuptëm që Allahu i ban mrekullinat të cilat logjika jonë ndonjëherë nuk i kapën. Allahu na falë ya Rabbil Alamin. Një ashtu, njëri duhet mu sill me njerëzit me të mirë dhe mu mundu mi arsyetu kur gaboje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi që Musa alayhis salam nuk i dhnu me popullin e vet, pse ato i kanë thonë që nuk ka. Nuk mos ka ai behane. Mirë po Musa i vike turp. Andaj edhe ai nuk kish kacafitje me ta. Andaj edhe nuk u përlajke me to. Andaj edhe këtu del që Allahu te barekuhu te ala i rum pejgambert e vet dhe nuk përlahen me popullin e vet kur ata i kanë thonë sigurisht se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shair, ti je poet, ti je kështu dhe kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kalon. Një ashtu duhet me ditë që sheriati jonë është sheriat deri në ditën e kiametit. Nga dobija të cilën e kuptojmë, nga ki hadith, nga ki rafim, është sheriati i Musait ka qenë i përkohshëm. Andaj dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, po të jese edhe Musai alayhis salam në këtë kohë gjallë, duhet me pasue sheriatin e Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam. Dhe me këta e mbarojmë duke lutur Allahun te barekuhu te ala që Allahu na bëjë për atyre të cilët vazhdimisht e njohim Allahun, jemi mirënjohës ka shit mirave të Allahut. Allahu na lutim që Allahu na bëjë të respektueshëm dhe të na bëjë të dashur pejgamberët e tij dhe të na bëjë për atyre të cilët nuk i harrojmë muslimanët në lutje. Wa sallallahu ala sayidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.